Perëndi, ne të lutemi dhe të adhurojmë ty këtë mbasdite, Zote, dhe Zot tani nuk ka asnjë rëndësi se çfarë është duke ndodhur majtas djathtas pas nesh, Zot. Më e rëndësishme është që të takohemi bashkë, Zote, dhe të doja, Zot, që çdo zemër, Zot, Perëndi, çdo zemër që ndodhet në këtë sallë, e çdo birje apo bie e jotja, Zot, Perëndi. Zot, do të lutesha që të jenë ashtu si gruaja e cila ul në këmbët tënde, Zot. Edhe tha, nuk ka asnjë rëndësi tjetër, tani është koha të hulem në këmbët e Krishtit dhe të dëgjoj. Pa diskutim që, Zot, askush nuk të zvendëson ty, Zot. Por, Zot, të respektojmë fjalën tënde, Zot. Edhe fjala jote, Zot, është ajo e cila ndërvepron dhe shkon thellë në zemër, edhe mund të prek, edhe mund të shëroj, edhe mund të flas, edhe mund të freskoj jetën tona, Zot, Perëndi. Mund t'i jap shpresë, mund t'i mbush me dashuri, mund t'i mbush me forcë. Dhe kemi nevojë, dhe secili nga ne, Zot, unë sas, secila zemër mund të ketë nevoja të ndryshme, Zot. Por duhet të kuptoj secili nga ne, Zot, që vetëm fjala jote është ajo, prezenca jote, të ulurit në këmbët e tua, ka më shumë rëndësi, sepse është e vetmja vend ku ne mund të qëndrojmë për të marrë nga ty, Zot. Në emrin tënd, Isus. Amen. Okej. Sot ajo që dua të ndaj me ju është ndoshta për disa e kam kaluar, ndoshta ata që e kam parë tek faqja. Mund ta kenë kuptuar se çfarë do të jem duke ndarë. Ajo që dua të ndaj sot është tema është kjo. Zoti e di rrugën për të dalë nga vaji. A jemi ndjerë do njerë sikur jeta jonë është futur në një vaj. Pa diskutim që nuk jam duke thënë për atë fiziken, por po e theksoj në thonjza. A jemi ndjerë do njerë sikur jeta jonë është futur në një vaj. Edhe çfarë dua të them me këtë? Çfarë ndodh kur një person është në varr, është i humbur, nuk ka jetë, nuk ka shpresë, nuk mund të lëviz, nuk mund të jetë aktiv. Domethënë, si thua, jeta jonë ndonjëherë mund të ndjehet ashtu, nuk e di nëse ndjeni apo jo, ose nëse jeni ndjerë ndonjëherë. Unë për veten time jam ndjerë shpesh. Për shumë arsye të ndryshme. Një situatë nuk shkon mirë, financat nuk mund të jenë në rregull, shëndeti po ashtu, martesa, fëmijët, çdo situatë, jetojmë në këtë botë apo jo, jetojmë në këtë botë që do t'i kalojmë të gjitha këto dhe situatat, problemet, vështirësitë pa diskutim që do të vinë. Dhe unë besoj që secili nga ne përjeton momente të tilla. Momente ku nuk ka shpresë, momente ku ndjesh i lodhur. Edhe nuk dua të them që jo me patjetër një varr fizik, një varr e cila tregon emocione, një varr zhgënjimesh që shkatron martesën ndonjëherë, marrëdhënien me të tjerët, një varr që lutjet nuk marrin përgjigje ndonjëherë, të duket sikur nuk shkon asnjë lutje drejt Zotit. Një varr financash që mund kemi vështirësi. Po mund të jetë një varr shëndetësor që ti
mundohesh, stërmundohesh, ka vite, ka kohë të lodh kjo gjë. E duken këto sikur janë futur diku aty edhe nuk lëvizin, nuk marrin jetë, nuk ndryshon, nuk ka ndryshim në jetë. Nuk ka ndryshim në punë, nuk ka ndryshim në financa, nuk ka ndryshim në shëndet, nuk ka ndryshim në martesë, në marrëdhënie. E me radhë. Dhe mund të jenë shumë gjëra. Po ka momente kur njeriu merr pa diskutim merr frymë, por brenda ndihet i vdekur, ndihet bosh. Prandaj edhe mbaj mend kur kam predikuar në lidhje me atë çfarë Jezusi tha që unë kam ardhur t'ju jap jetë dhe jetë me bollak. Edhe donjëherë ne ndjehemi sikur jetojmë dhe pa diskutim, po nuk është vetëm kjo jeta, të frymosh, të marrësh oksigjen. Nuk është vetëm gjë, por e kemi theksuar që të jetosh edhe atë jetë që Jezusi e thot në fjalën e tij. Unë kam ardhur t'ju jap jetë dhe jetë me bollak, do të thotë në plot kuptimin e fjalës jetë, që do të thotë edhe kur nuk shkojnë mirë, edhe kur situatat përplasen me jetën tonë, edhe kur shëndeti, t'i japësh jetë. Këtë tha Jezusi, por prandaj thash që ka momente kur ne mund të jetojmë, mund të dukemi sikur jetojmë, por brenda nesh ndihemi poshtë, ndihemi të vdekur. E dini që edhe kisha gjatë gjithë historisë ka kaluar ose do ta thoja kështu, një varr pa shpresë. Kisha. Edhe kur themi kisha pa diskutim që nuk është vetëm ndërtesa, vetëm disa. Kur themi kisha universale gjitha në radhë të parë, dhe e dyta duhet të kuptojmë që kisha jemi ne, je ti, secili person që e ulur. Kisha ka kaluar momente të tilla, që do të thotë, perandor dhe mbretër të mëdhenj u përpoqën ta shkatronin kishën. Komunizmi u përpoq ta fshinte njëre për gjithmonë besimin. Duke përpjekur edhe me gjak, duke vrarë njerëz. Edhe do i theksoj pak më poshtë se çfarë ata bën. Disa prej tyre në fakt, sepse historia është e gjatë për ta përshkruar të gjithën se çfarë ka ndodhur, por unë kam zgjedhur disa nga histori, disa nga ato që e bën kishën të ndjeshe si e pa shpresë në varr. Perandori thash pak më lart e përndoqën kishën. Një ndër ta ishte perandori Neron. Në vitin 64 mbas Krishtit ishte një nga të parët që e përndoqi të krishterët. Ishte nga të parët që e përndori kishën dhe të krishterët. Edhe pas zjarrit të madh në atë perandori në Rom, ai faqsoi të gjithë të krishterët dhe shumë për tyre u arrestuan, shumë për tyre u kryqëzuan dhe të tjerët u dogjën si pishtarë të gjallë. Shumë të krishterë u dogjën në rrugët e Romës të lyer me benzinë edhe i vendosën në për të banin dritë. E dini çfarë përsekutim ka kaluar krishtërimi dhe kisha? Të krishterët lyheshin me zvift, edhe lidheshin në pemë, i varnin, edhe u vinin zjarri që të ndryshoni rrugët gjatë natës. Dhe dini cila ishte ironia më e madhe, ishte se Neroni mendoi se po në këtë mënyrë ai po shkatronte kishën. Por ai vetëm e përhapi më shumë Krishtin në botë me atë që bëri. E përhapi më shumë. Sepse numri besimtarëve filloi të rritesh akoma më shumë për shkak të persekutimit. Sepse kisha ishte e fortë. Besimtarët ishin qëndruan fort pas të vërtetës. Një perandor tjetër, Dioklecini, 305 pas Krishtit, e përndoshi kishën dhe ishte një nga përndjekjet më të mëdha gjatë gjithë historisë. Kisha
të shkatruara, të djegura, Bibla digjeshin, u ndalua të adhurohesh e Krishti, të krishterët torturoheshin dhe vriteshin në publik, vetëm se ata përmendin emrin e Zotit, edhe përmendin besimin e tyre. Edhe dini çfarë shpalli ky perandor? Ai shpalli këtë gjë. Emri i Krishtit duhet të zhduket nga toka, nuk duhet të përmendet. Ky perandor. Por vetëm në pak vite pas tij, krishtërimi u bë feja kryesore e perandorisë romake në ato. Mbretër dhe sistemi o përpoqën ta ndalnin. Mbretërit në mesjet o përpoqën të kontrollonin kishën, ta kishin në zotërim. Përdornin fenë sipas politikës së tyre. Persekutonin ata që predikonin të vërtetën dhe shpallin ungjillin, i burgosin ose i vrisnin. Por gjithmonë ka patur një mbetje besnikësh që nuk u përkulën kurrë në gjithë historinë e krishtërimit. Gjithmonë gjë është e çuditshme në fakt dhe e kemi diskutuar edhe me çuna ndonjëherë kur pim kafe. Gjithmonë Zoti në çdo epokë, në çdo periudhë të jetës, edhe kur është persekutuar në mënyrë të tillë sa që duhet të vriteshin për shkak të besimit të tyre. Burgoseshin, ndaloheshin të predikonin. E çuditshme që Zoti gjithmonë ka ruajtur disa njerëz, ka patur disa njerëz besnik që kanë qëndruar fort. Dhe për shkak të tyre, kisha nuk është shkatruar. Ja ku është sot, kisha universale. Meqense Timi më kërkoi para disa kohësh për atë historinë, t'ia tregoja, por nuk pata mundësi, kam qenë shumë i lodhur dhe i ngarkuar. E kemi thënë, para disa vite ne jemi takuar për Pashkët, jemi takuar tek qyteti Zajfëmime ku jemi mbledhur të gjithë kisha së bashku. Edhe aty është ndarë një histori dhe me video dhe me dëshmi. Ka qenë një në atë kohë një person i cili nuk u dorëzua asnjëherë. E kam treguar dhe herë tjetër, nëse ju kujtohet. Edhe ka qenë kjo historia gjatë kohës të komunizmit, ku po beshe një rrugë, po shtroheshe një rrugë në pedonalja sot, edhe në atë kohë, Enver Hoxha, dëgjon për këtë, edhe thotë kështu, dua ta shikoj këtë rrugë, thotë, sepse ishte ndërtuar në një mënyrë të tillë shumë e bukur, e strukturuar, e vendosur shumë mirë. Edhe tha, shiko tha, unë dua të shkoj dhe ta vizitoj. Edhe kalon për një moment dhe ajo rruga me makinën e tij, me sigurinë që kishte anë mban, edhe i tha, po kush e ka ndërtuar këtë rrugë? Kush ka qenë ai i cili e ka skicuar, e ka bërë? Tha, filani tha. Okej, tha, ma thini pak tu, tha mua, sepse ati i kujtoheshe që ky i kishte dhënë mësim Enver Hoxhës, kishte qenë pedagogu i tij. Edhe vjen këta punëtorë dhe i thënë, shiko, është shoku Enver, thot, tek makina aty dhe kërkon t'ju takoj. Pastrohet pak, i thot, sepse ishte duke punuar me llaç, ai ishte punëtor. Pastrohet, shkundet pak, shu rregullohet pak, do takonte të madhin, imagjino në atë kohë, edhe pastrohet edhe vete, i thot, ke bërë një punë fantastike, i thot. Edhe është histori e vërtetë, është histori e vërtetë, e faktuar me video, me foto nga njerëz të afërme të tij edhe kështu me radhë. Dhe i thot, shikoj, thot, si ka mundësi që ti ke përfunduar këtu, i thot. Ti ke qenë pedagogu tim. I thot, po më gjetëm Biblën, tha, duke lexuar, po në atë kohë ishte ndaluar. Ishin mbyllur kisha, xhamit, gjithë besimet. Edhe i tha, shikoj, tha, mirë, tha, në rregull. Sot tha, do vish në shtëpinë time, tha, ku vinte në Korçë, nuk më kujtohet tani një vend, që vinte zakonisht, po, në vila e tij, po. Edhe tha, do vish aty, do am darkës së bashku, tha. Okej. E marrin ta, i thon, shiko, vishu, beu, do takosh të madhin.
i marrë një kostum, vishet edhe shkon tek shtëpia, ulet, ushqimi do, po mi mos si ka mundësi, mund të ma shpjegosh edhe njeri do, si ka mundësi që ti ke përfunduar këtu. Edhe ja shpjego, unë ta thash fakta, unë sa jam besimtar, ta lexoj Biblën ta, por ju i keni ndaluar besimin ta, dhe për shkak të saj ta, më hoqën nga detyra dhe tani kam përfunduar atë. Dëgjoj, tha Emberoza, ish dorë nga këto, tha. Leri këto budallaqe, tha. Çner ti dha besimi, dha ku ka Zot, ku ekziston Zoti e me radhë, fillovi. E vetmja gjë që nuk mund të bëj tha është kjo, tha. Të gjitha gjërat mund t'i bëj. Po të ish dorë nga besimi dhe të ish dorë duke lexuar Biblën, tha nuk e bëj dot. Ore tha, do të shkosh, tha, do zgjedhësh shkollën ku ti do vesh të japësh mësim. Zgjidhe ti shkollën dhe të fillosh jetën përsëri. Po mirë, tha, unë e bëj, tha. Po puna është, tha, që po më gjetë prapë me Biblën e dorë, tha. Do përfundoj këtu, tha, kështu që unë nuk e ish dorë. Kështu që tha, do vete të kthehem aty ku isha. Punëtor dhe do lexoj Biblën. Po dëgjoj, ja theshe në atë kohë një diktatori të tillë ishte ti ikte jeta dhe këto pse e rikujtova edhe një të histori ishte gjithë vështirësitë që kanë kaluar të krishterët, por ky Cilka, tani më kujtoa emri, Cilka i Trisi. Cilka, edhe ndoshta keni dëgjuar, po të pyesësh ta koçarët e vjetër e njohin emrin Cilkë, kush ka qenë. Ishte ndër të paktën nga ata që besonin. Fshehura patjetër, në përbodrume lexonin Biblën, shumë fshehura, sepse e thashë, burgoseshe, mund të vriteshe, të ishin nga puna, të ikin nga detyra që mund të ishe ushtarak, apo meradh, apo mund të ishe mësues, pedagog, përfundonje në një punë të rëndomt, për shkak të besimit. Dhe dini çfarë tha ky person? Vazhdon historia e tij, para se të binte sistemi, vinë disa misionarë, që sot kanë edhe kishën ungjillore Kennedy në atë kohë, vinë disa misionarë amerikanë dhe thanë, shiko, kishin dëgjuar për Cilkën, e thanë, do vend ta vizitojmë, sepse e njihnin, sepse ishte besimtar. Pavarësisht se fshehur ashtu. E shkojnë në shtëpinë e tij, edhe e ka patur diku këte, më kanë treguar në lagja në një ndërtesë shumë e vogël në Bodrum, edhe tha, tregonin këta misionarët, hym tek ndërtesa e tij, një varfëri ekstreme. Varfëri ekstreme. Kishte vetëm në tavolinën e tij kishte vetëm një mollë, e ka fshuar, edhe lënë aty dhe një copë bukë e tharë trokë. Po mandeta ishte një Bibël e vogël. Edhe kur e takua misionarët i thanë, po mirë, tha, po si ke përfunduar kështu, kaq nuk ka rëndësi, tha, unë jam i lumtur, unë jam i gëzuar, tha. Pavarësisht asaj që u shikoni, unë jam i gëzuar për shkak të gëzimit që Zoti më ka dhënë mua. Unë aty e gjej gëzim. Dhe pastaj, pasi është hapur vendi, pasi ra komunizmi e gjitha me radhë, më kanë treguar që tek pazari sot, atëre ish, imagjino në ato vitet, në fillimet është predikuar për herë të parë haptas, ungjilli, mu në pazari. Edhe kanë treguar që ai ka dalë aty, ka dëgjuar ungjillin, për herë të parë haptas, pa frikë, pa ndrotje, dhe tha tani le të vdes. Tani le të vdes, e dëgjova lirshëm ungjillin. Pra, e përmend atë histori për të thënë që gjithmonë në çdo kohë, para Krishtit, pas Krishtit, në shekujt e parë me radhë, gjithmonë në persekutime të ndryshme që është ndjekur kisha, gjithmonë ka patur disa njerëz që kanë qenë besnik dhe nuk janë përkulur përpara atyre që kanë dashur që
ta mohojnë Krishtin. Ka mbetur gjithmonë disa besnik. Dhe Cilka ishte një nga ata të paktët besnik në qytetin e Koçës, që e ruajtën besimin dhe ndanin ungjillin fshehura. Në disa vende dhe në periudhën e reformacionit njerëzit që e ndaluan Biblën të lexoheshin sipas mënyrës që ata kërkonin të lexoheshe dhe të kuptoheshe. Madje ata që e lexonin Biblën ashtu siç ishte në të vërtetë, u quajtën heretik. U burgosën, u ekzekutuan, u përndoqën, u ndaluan që Bibla të përktheheshe, po vetëm të ishte në një gjuhë. Madje ju po të shikoni edhe këto filmat shqiptar, edhe pse janë deri diku të, si të thuash, e kanë bërë ashtu siç kanë dashur sistemi në atë kohë, por disa të vërteta ai kishte. Disa nga filma, po t'ju kujtohet, çfarë bënte prifti në atë kohë, mesha duhet të mbaheshin në gjuhën greke, jo në shqip. E thuaj që ishte gjuhë e paqen. Edhe ndërkohë pasaj kishe gjithë këta adhetarët e tjerë që luftuan me pejnë, thuhet, edhe me pushkë, i treguan, shikoj, tha, në një moment. S'më kujtohet kush dhes më kam, në mos gaboj është titulli. A i tha kështu, dëgjoj, tha. I tha priftit, i tha, po ne tha kemi gjuhën tonë shqipta, po mirë tha kupton zoti shqipta? Po pa tjetër tha zoti di gjithë gjuhët e botës, tha. Po, me Petronin Luarasin. Ta përkthejmë, tha, ta ndajmë edhe meshën në Shqipi, tha. Kështu që nuk lejoheshe, dhe kjo ishte shumë e ndaluar dhe në shumë vende tjera të botës. Duhet ishte vetëm në greqisht, në hebraisht dhe aramaikisht. Po fjala e Perëndisë u prap edhe më shumë kur ata e ndalonin këtë gjë. Komunizmi luftoi dhe jo vetëm me pushk, po e luftoi dhe me ideologji. Kisha mbylleshin, pastorët burgoseshin, ose dërgoheshin në kampe përqendrimi me punë të rënda. Ateizmi u bë ideologji shtetërore, fëmijëve u mësoheshin që Zoti nuk ekziston. Bibla ishte e ndaluar, por përsëri besimi nuk u zhduk. Ai u fsheh në shtëpi, ai u fsheh në bodrume, ai u fsheh në përmale. Njerëzit gjithmonë kanë menduar që kjo është fundi i kishës. Kur kanë parë momente të tilla, kur kanë parë persekutime të tilla, gjithmonë njerëzit kanë menduar, ky ishte fundi i kishës. Në çdo epokë, në çdo shekull. Madje edhe në fillimet, pasi Jezusi u ngjit në qiell, kisha e parë, apostujt e parë, filloi një përndikje e madhe rreth viteve 35, 40, 45. Përndiqeshin, u vranë, e dim shumë mirë historinë, shumë prej apostujve ju pre koka, i kryqëzuan, i vranë me gur, e me radhë. Pra, gjithmonë ka menduar njerëzit që ky ishte fundi i kishës, po në fakt historia ka treguar që nuk ishte fundi. Ishte një varr nga i cili Zoti po nxirrte jetë. Nga gjithë ky përsekutim, që unë e kam quajtur sot një varr i pashpresë, i mbyllur, i errësuar, ku nuk mund të ndryshojë asnjë. Zoti nga këta nxirrte jetë. Pra, kur perandorët e sulmuan, mbretërit kontrollonin, komunizmi e ndaloi, kur Biblat u dogjën, kur besimtarët u burgosën, kisha nuk vdiq. Kisha nuk vdiq, sepse kisha nuk mbahet gjallë nga fuqia e njeriu, por mbahet gjallë nga fuqia e Krishtit që doli nga varri. Dhe ai që doli nga varri e di rrugën për të nxjerrë kishën edhe sot nga çdo varr. Ja pse sot ungjilli vazhdon të predikohet ende. Edhe kisha të ekzistojë akoma dhe janë qindra, miliona, miliarda besimtarë. Për shkak të kujt? Për shkak të Krishtit. Gjithmonë ai ka gjetur rrugën për të dalë. Gjithmonë ka dhënë një zgjidhje, gjithmonë ka mbetur disa njerëz besnik që kisha të vazhdojë
të ekzistojë. Sepse po e them edhe njëherë, kisha nuk bëhet gjallë nga njerëzit. Nuk bëhet gjallë nga fuqia e njeriut. Kishën nuk e mban njerëzit. Nuk e mban as Renato, as Toshka, as Lambi, as pasor të tjerë, as kush. Ndoshta dhe ata më të njohurit, nuk mbahet nga ata. Kisha mbahet gjallë nga ai që doli prej varit. Edhe ai është Jezus Krishti. Vetëm prej tij kisha ekziston, dhe vetëm prej tij sot kisha arritet. Prej fuqisë që ai jep kishës, njerëzve. Ja pse kisha vazhdon të ekzistojë sot. Sepse Zoti çfarë? E di rrugën për të dalë nga vari. Jezus Krishti e gjeti rrugën për të dalë nga vari, nuk mund ta mbante dot vari. E dinte shumë mirë ku shkonte dhe e dinte shumë mirë që do dilte një ditë përsëri. Zoti nuk i trembet varit. Pra gjërave që ai që duhet të humte, të vdekura, pa jetë, pa shpresë. Lazari kishte 4 ditë në varr. T'ja kujtoj pak historinë e Lazarit, edhe besoj që e mbani mend. 4 ditë kishte në varr. Edhe kur Jezusi u afrua dhe takoi të afërmit të tij dhe motën e tij, kjo dukeshe një histori e cila duhet të kishte marrë fund, nuk ndryshonte me asnjë gjë. Madje kur e takoi motën e tha, "Shikoj Jezus, nëse ti do të ishe këtu Zot, sa mirë do të ishe se nuk do të kishe lejuar që ai të vdiste." Për njerëzit kishte marrë fund çdo gjë. Pra Marta i tha, "Sikur të ishe këtu, nuk do të kishte ndodhur kjo." Dhe ne mund të themi sot, "O Zot, ku ishe ti në kjo situatë e imja? Apo ku je ti sot në kjo situatë që unë jam duke kaluar? Ku je ti sot në këto probleme që unë jam duke ecur? Ku je ti sot në kjo sëmundje që unë kam? Ku je ti sot tek martesa ime, tek fëmijët e mi, tek çdo vështirësi që ne kalojmë sot, mund të themi, ku je ti Zot?" Dua t'ju them që Jezusi nuk erdhi vonë tek Lazari. Nuk erdhi vonë tek Lazari. Në fakt Marta i tha, "Po çfarë do të bësh? Ai ka filluar të kalbet. Ka 4 ditë në varr. Çfarë do i bësh ta? Ka mbaruar çdo gjë." Në fakt Jezusi kishte erdhur në momentin e dur. Ai nuk erdhi kur me vonesë. Ai erdhi në momentin që askush tjetër nuk mund të bënte as edhe një gjë. Më thoni përveç se Jezusit në kohën e Lazarit, kur ai kishte vdekur, a ishte ndonjë burr tjetër që mund të bënte diçka në atë moment? Se ti mund të bësh diçka për një person kur ai është ende gjallë. Ndoshta nuk ka mundësi të ushqej, ti mund të shkosh ta ndihmosh të ushqej. Ndoshta ka nevojë të bësh pazar dhe ti mund të shkosh të bësh pazarin. Ndoshta është shtrirë dhe ti ka nevojë që ti të kujdesesh për të. Por në këtë moment që Lazari kishte ndruar jetë, kishte vdekur, askush tjetër nuk mund të bënte dot asnjë gjë. Të gjithë, asnjë pa përjashtim, përveç se Zotit. Pra, ai erdhi në momentin kur askush tjetër nuk mund të bënte dot as edhe një gjë. Sepse kur mbaron fuqia jon, fillon lavdia e Perëndis. Aty ku mbaron fuqia jote e njeriu, aty fillon lavdia e Perëndis. Aty kur unë e kam thënë dhe herë të tjera, do vazhdoj ta them si dëshmi. Kur unë kalova atë periudhë të vështirë me sëmundjen, ku çdo gjë nuk ndryshonte, thash kështu Zot, ky është fundi im, unë nuk luftoj dot më. As mjekime nuk bëjnë dot asgjë, as një gjë tjetër nuk bën dot asgjë. Unë kam nevojë të dorëzohem në fuqinë tënde, Zot. Këtë mbrëmje, thash Zot, isha në spital. Këtë mbrëmje do dorëzohem në ty, Zot. Aty ku mbaroi fuqia ime, aty filloi lavdia e Perëndis. Aty ku mbaron fuqia jote, në çfarë do lloj forme. E ne mund të mendojmë që jemi njerëz të fortë, përballojmë, kemi fuqi, kemi forcë. Ka gjëra të tjera që ne nuk i përballojmë dot. Nuk mundemi dot. Nuk mundemi dot të bëjmë asnjë gjë si në momentin e Lazarit tani. Askush nuk mund të bënte asgjë. Por atëherë erdhi Zoti sepse pa që fuqia njerëzore s'kishte më askush të bënte asnjë gjë dhe filloi lavdia e tij tani. Vari për njerëzit është fundi. Po ke mbaruar, ke vdekur, themi është fundi. Për Perëndin ishte vendi ku ai shfaqi lavdin. E dini çfarë?
Mos u trembi nga madhësia e problemit, e situatës. Sa i madh është vari? Vari, nuk çfarë dua të them, mësojnë sa. Sepse Zoti e di rrugën për të dalë prej aty. Nëse ai doli nga vari dhe e gjeti rrugën, pa diskutim do na gjetë, do na i tregoj dhe ne rrugën, se si të dalim nga sfida, nga problemi, nga halli, nga smundja, e gjitha me radhë. Ai do ta gjejë rrugën, e ka gjetur, do ta gjejë për ty. E di shumë mirë rrugën ai. E di shumë mirë atë rrugë të cilën ne nuk e shohim dhe nuk e dim çfarë është. Ai e di shumë mirë. Nuk ka rëndësi sa i madh është vari, Zoti di rrugën për të dalë prej aty. Shpesh vari nuk është jashtë nesh ndonjëherë. Dhe besoj që këta jemi shumë të vetëdijshëm që ky var nuk është i jashtëm ndonjëherë, por është i brendshëm. Tek secili brenda. Si për shembull, ka njerëz që buzëqeshin, por zemra atyre është e vdekur. Ka martesa që vazhdojnë, por dashuria është varrosur. Ka besimtarë që mund të vinë në kishë, por zjarri është fikur. Ka predikuesa që predikojnë, por nuk kanë më gëzimin e shpëtimit. E dini që djalli nuk ka nevojë të largojë nga kisha. Nuk ka nevojë të largojë nga kisha. Mjafton vetëm të të bindë ty dhe mua që nuk ka shpresë. S'ka nevojë të lëviz nga kisha fare. Mjafton ti mund të jesh në kishë, po të bëj që të jesh i bindur që nuk ka shpresë për ty. Edhe ti mund të jesh këtu, por zemra jote është diku tjetër. Ti mund të jesh këtu, por mendja jote është diku tjetër. Je vetëm fizikisht. Pra djalli nuk ka nevojë të largojë nga kisha ndonjëherë. Mjafton vetëm të na bindi që nuk kemi shpresë. Jemi të pa shpresë, jemi të humbur. Ndonjëherë përballë sfidave ne mendojmë edhe disa gjëra ndonjëherë që duken ndonjëherë që sharake. Ne mendojmë po gurin kush do e largojë? Çfarë thanë gratë kur shkuan për tek Jezusi që të lëvisin gurin, sepse në atë kohë ishte kjo që mbanin trupin me mire dhe lyeni me vaj dhe me radhë, e pastronin. Qa po mendonin gratë rrugës, se s'kishte asnjë burr me vete. Edhe duheshin disa burra ta lëviznin gurin. Kanë çu gratë, po kush do na lëviz gurin, ne po vëm, po kush do ta lëviz, është gjithaj gur. Që të hym brenda në vari, të pastrojnë trupin e Jezusit, ta lyen. Kush do e largoj gurin? Po ne mund të kemi shumë gur që mendojmë se si do t'i lëvizim jetën tonë. Por Perëndia e kishte lëvizur gurin para sa do të mrinit. Sa herë shqetësohemi ne për gjëra që Zoti tashmë i ka zgjedhur. I ka zgjedhur. Ne shqetësohemi ende për to. Dikush ta ti shqetësohesh për gurin, por Perëndia po mendonte për ringjalljen. Ne mendon kush do lëviz gurin. Ai ishte ringjallur. Në fakt në Bibël ne shohim shpesh të njëjtin model. Për shembull, në deti Kuq, morën fund thanë populli i Perëndis. S'kemi ku vend, det përpara ushtarët mbrapa do vriten. Muret e Jerikos, të pa shpresë. Fura e zjarit, ku futën, e pa shpresë. Gropa e luanëve si duket ndonjëherë, e pa shpresë morën fund. Do ta hidhin gropën e luanëve, mbaruam, kjo ishte. Gjithmonë, vendi ku njerëzit tonë që nuk ka rrugë, por janë vende ku Perëndia thot, tani do të shohësh lavdin time. Pra edhe gjithmonë vendi ku njerëzit tonë nuk ka rrugë, për Perëndin
është tani do të shohësh lavdin time. Jemi afër fundit. Në vitin 1948 në Kinë, kur komunistët morën pushtetin atë kohë, shumë misionarë të krishterë u larguan, u dëbuan me dhunë nga vendi. Kishat u mbyllën, Biblat u dogjën, shumë pastorë u burgosën, dhe bota mendoi, krishtërimi mori fund. Mbaroi, kaq ishte. Po në fakt ndodhi e kundërta. Besimtarët po takoheshin fshehurazi. Rrezikonin jetën për të lexuar një kapitull të vetëm nga Bibla. Kaluan dekada për ndjekje dhe sot Kina ka miliona dhe miliarda të krishterë që besojnë. Ajo që duke si varr, si e humbur, u bë djepi një ringjallje të madhe, sepse Zoti e dinte rrugën për të dalë nga varri. Si është martesa jote sot? Po fëmijët e tu, puna, biznesi, je i lodhur, nuk e me fuqi, a ke ende pasion për të shërbyer? Ndoshta askush nuk e di luftën që ti po kalon. Dua të them një gjë që Jezusi e di luftën që ti po kalon. Ai nuk pyet se sa I thellësh varri, ai thot, ke nevojë të besosh tek unë. Sepse çdo varr që unë hyj tot Krishti, çdo gjë ndryshon. Tek çdo varr që unë hyj, situata ndryshon. Mbaj mend këtë gjë dhe kujtoja vetes gjithmonë. Kur Jezusi doli nga varri, ai nuk doli vetëm për veten e tij. Nuk doli vetëm për veten e tij. Ai hapi një rrugë që askush tjetër nuk e kishte hapur më parë. Prandaj kujto kur je në një rrugë pa rrugdalje, të duket e pa zgjidhur. Ai që doli nga varri dhe ecëm sot është pranë teje, është Jezus Krishti. Ai e di rrugën që ti nuk e sheh. Ai e di derën që është e mbyllur për ty. Ai di zemrën që është tyre. Ai di lotët e tu që askush tjetër ndonjëherë nuk I ka parë. Ai di se si të ringjallë atë që duket e humbur. Çfarë është një gjë sot për ty e humbur, e pa shpresë? Çfarë është? Mendo pak. Mund të jenë disa gjëra. Mund të jenë një gjë ndoshta pa shumë e rëndësishme. Unë dua të them që Jezus Krishti e di se si ta kthejë në favorin tënd, se si t'i jap jetë kësaj situate, se si ta ndryshojë. Për popullin e Izraelit, çfarë dukesh kur ishte përpara detit kush? S'ka zgjidhje. Mbaruan, s'ka. Çfarë do të bidet secil do të mbrapa s'kemi dot, te ka male, s'kemi nga vend, po u gjitëm do na kapin, do na vrasin. S'kishte. Për Perëndin kishte një zgjidhje. Gjithmonë ai ka një rrugë dalje. Për ty, për kishën, për secilin nga nesh. Në çfarë do lloj situate ndodhemi? Edhe kur themi, okay, ngecëm, për një moment populli I Izraelit ngeci aty dhe tha, s'bën dot asgjë. Këte sikim do, deti përpara, ushtarët mbrapa, s'kemi nga më mirë që ndrojmë këtu, të na marrin prapë të kthehemi. Mojsiu kishte një plan tjetër, Zoti në fakt kishte një plan tjetër, ta dhe përdori Mojsiun. Gjithmonë Zoti e si. Punë e tij si do ta bëj? Për ty nuk ka rëndësi, për mua nuk ka rëndësi se si Zoti do ta bëj. E rëndësishme është që Zoti ka një rrugë. Edhe çfarë bëri? Çau deti në mes. Edhe populli I tij eci në tokë të thamë. Kaloi në krahun tjetër. Se si e bën Zoti është punë e tij. Po ne duhet të dimë një gjë. Në çdo situatë që ndodhemi, Zoti ka për të gjetur një zgjidhje, ka për treguar një rrugë dalje. Di si të ringjall atë që duket e humbur. Çfarë duket e humbur për ty sot? Zoti di ta ringjall përsëri.
Ai tret me të njëjtën autoritet si para varit të Lazarit, dil jashtë. Kur ishte përballë varit të Lazarit. Dil jashtë, ai tret sot me të njëjtin autoritet, dil jashtë. Dhe kur Zoti flet, as guri, as vdekja, as dëshpërimi, as problemet, as malet, as deti, çfarë do lloj vështirësie të jetë, nuk mund ta ndalojnë jetën që Zoti jep. Sepse ai e di rrugën për të dalë nga vari. Amen. Haleluja.